Pse disa njerëz i tërheqin mushkonjat si magnet dhe të tjerët jo? A keni pasur ndonjëherë ndjesin se mushkonjat po ju shënjestrojnë duke injoruar të gjithë të tjerët rreth jush? Shkencëtarët po bëjnë përjashtim në deshifrimin e përzierjes komplekse kimike që i bën disa njerëz më tërheqës për mushkonjat. Mushkonjat femra të vetmet që kafshojnë, i zbulojnë njerëzit duke kombinuar disa sinjale, dioksidin e karbonit që nxjerrin aromën e trupit dhe nxehtësinë dhe lagështinë e lëkurës tonë. Sinjali i parë dhe më i largët është dioksidi i karbonit. Është e njohur për më shumë se një shekull që mushkonjat mund të zbulojnë atë nga 10 metra, largësi. Ndërsa afrohen, ato fillojnë të lexojnë informacione më komplekse, kryesisht aromën e trupit dhe më pas ndikohen nga temperatura dhe lagështia. Vlen të përmendet se teoria popullore se mushkonjat favorizojnë grupe të caktuara gjaku nuk ka bazë shkencore sipas entomologut mjekësor Frederic Simard të Institutit Francez për Kërkime Zhvillimore. Janë kryer disa studime por ato përfshin një numër shumë të kufizuar njerëzish, tha ai. Nuk ka të bëjë fare me ngjyrën e lëkurës, syve apo flokëve. Aroma, faktori kyç. Faktori kyç duket se është aroma. Çdo person lëshon një koktej unik të kombinimeve të paqëndrueshme, i cili formohet pjesërisht nga mikrobioma e lëkurës. Hulumtimet tregojnë se trupi i njeriut lëshon midis 300 dhe 1000 kombinime të ndryshme me erë, por shkencëtarët vetëm tani po fillojnë të dallojnë se cilat prej tyre janë më tërheqëse për mushkonjat. Në një studim të bërë të kohëve të fundit, studiuesit ekspozuan 42 gra ndaj mushkonjave Aedes aegypti, të njohura për transmetimin e dengues dhe etheve të verdha për të zbuluar se cilat mushkonja i favorizonin ato. Ekipi i identifikoi 27 kombinime me erë që duket se luajnë një rol në tërheqje. Gratë që tërhiqeshin më shumë nga mushkonjat, përfshirë ato në tremujorin e 2 të shtatzanis, prodhuan sasi më të mëdha të një substance që rrjedh nga zbërthimi i sebumit, filmit vajor në lëkurë. Kjo substancë quhet një okten 3O, e njohur edhe si alkool kërpudhash dhe madje edhe rritjet e vogla në përqendrimin e saj duket se bëjnë një ndryshim. Kujdes nga birrat. Alkooli gjithashtu mund të luajë një rol. Disa studime kanë lidhur konsumimin e birrës me rritjen e aktivitetit për mushkonjat, ndoshta sepse rrit temperaturën e trupit, rrit dioksidin e karbonit të nxjerrë dhe ndryshon aromën e lëkurës. Në një studim të kryer në Holland, vullnetarët që kishin pirë birë për 24 orët e mëparshme ishin 1.33 herë më tërheqës për mushkonjat femra Anopheles. Kuptimi i këtyre mekanizmave po bëhet gjithmonë dhe më i rëndësishëm, pra ndryshimi i klimës po zgjeron gamën e specieve të mushkonjave që mbartin sëmundje. Këshilla praktike e ekspertëve mbetet e thjeshtë. Vishni rroba të gjera që mbulojnë lëkurën, përdorni rjeta mushkonjash dhe ilaç kundër insekteve, hani ushqime të lehta dhe kufizoni konsumimin e alkoolit.